Kompania e autorizuar nga Komuna e Gostivarit ka filluar rënimin e 4 objekteve banesore të cilat pengonin hapjen e rrugës që do të lidh rrugën e Dibrës me lagjen e Dutllëkut dhe vendbanimet përreth. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta tha se me vënien në funksion të rrugës së re alternative, dukshëm do të bëhet shkarkimi i komunikacionit në pjesën qendrore të qytetit. Hapja e rrugës së re që do të lidh 2 pjesë të rëndësishme të qytetit të Gostivarit ka filluar realizimin. Kompania e autorizuar nga Komuna e Gostivarit ka filluar rënimin e 4 objekteve banesore, të cilat pengonin hapjen e rrugës që do të lidh rrugën e Dibrës me lagjen e Dutllëkut dhe vendbanimet përreth. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta tha se ky projekt, i cili përfshin edhe ndërtimin e urës së re mbi lumin Vardar, do të kushton mbi 1 milion euro. Bejta tha se me vënien në funksion të rrugës së re alternative, dukshëm do të bëhet shkarkimi i komunikacionit në pjesën qendrore të qytetit. Kjo urë do jetë urë lidhse që lidhen 2 pjesët e qytetit, pjesën e rrugës së Dibrës edhe pjesën e Dutllëkut, pastaj ata që i përmenda edhe vendbanimet tjera, që janë vendbanimet më të mëdha në qytetin e Gostivarit, dhe me këtë do të shprazet komunikacioni dhe qytetarët të cilët nuk do kenë nevojë të hyjnë në pjesën qendrore të qytetit, nuk do hyjnë, edhe gjithë ato të cilët do të lëvizin për të shkuar në Tetov dhe në krye qytet, nuk do të hyjnë më nga rruga që kalon në qendër të qytetit, rruga përreth ndërtesës së komunës, edhe në qendër të qytetit, ato do të kalojnë këndej, edhe ata nuk do bëjnë komunikacion dhe nuk do të humbin kohën dhe do t'i kryejnë nevojat e përditshme të cilat ata i kanë. Me banorët e lagjës që ju prishën shtëpiat, kemi gjetur mirë kuptim aty ku ka mundësi dhe kemi mundësi si këshill komunal dhe si komunë do të mbulohen shpenzimet e banorëve të cilët nuk duhet të ngelin në rrugë. Bejta u shpreh optimist se ky projekt do të përmbyllet brenda mandatit të tij. Gjatë mandatit tim ajo do të përfundoje, por edhe më herët duhet të përfundoje, varësisht i do na hecin punën, varësisht si qytetarët do t'i japin kontributet e tyre ndaj komunës, ato e kanë edhe obligim që të paguajnë tatimet, edhe besoj edhe me fondet e Bashkisë Evropiane dhe shumë shpejt na do t'a vëmë në përdorim këtë rrugë. Kjo për herë të parë në qytetin e Gostivarit, po edhe mund themi në Maqedoni, kryetari i komunës bashkë me Këshillin Komunal ndërton urë dhe do të jetë ura e parë që do ndërtohet në mandatin tim. Projekti parashikon hapjen, rregullimin dhe asfaltimin e rrugës, e cila do të shërben si qarkore e qytetit. Ndërtimi i urës mbi lumin Vardar është planifikuar të bëhet në afërsi të stadiumit të qytetit.